Pushteti vendor ka performuar pozitivisht në mbledhjen e të ardhurave të veta vendore gjatë vitit 2024, krahasuar si me treguesit kombëtar të produktit të brendshëm bruto, ashtu edhe me të ardhurat publike të buxhetit të shtetit. Megjithatë, pushteti vendor, pavarësisht se ka në përgjegjësi njësor funksionesh të rëndësishme për realizimin e shërbimeve publike, ka një peshë të ulët të ardhurave në raport me produktin e brendshëm bruto, me vetëm 1.66%. Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore në vitin 2024 zënë vetëm 5.68% të ardhurave publike, ose 0.76% më shumë se një vit më parë. Pavarësisht rritjes së të ardhurave, decentralizimi fiskal si raporti i shpërndarjes së të ardhurave ndërmjet dy niveleve të qeverisjes vazhdon të mbetet akoma shumë i ulët. Referuar raportit vjetor të financave vendore, dy burimet kryesore që furnizojnë bashkitë janë taksa e ndikimit në infrastrukturë dhe taksa e ndërtesave. Rritjen më të madhe në burimet e të ardhurave të veta të pushtetit vendor e ka taksa e ndikimit në infrastrukturë, me një realizim prej 18.5 miliard lekësh apo 185 milion euro dhe rreth 42% më shumë se një vit më parë. Në këtë burim, peshën më të madhe me 77.4% e zë Bashkia Tiranë. Krahasuar me një vit më parë, ky burim është rritur me rreth 5.4 miliard lekë ose 42% dhe Bashkia Tiranë në këtë rritje zë 4.9 miliard lekë apo 90.5% të rritjes së këtij burimi. Në vitin 2024, të ardhurat nga taksa mbi pasurinë janë rreth 7.6 miliard lekë ose 19% të totalit të ardhurave të veta të pushtetit vendor. Vetëm Bashkia Tiranë nga këto burime ka siguruar 3.7 miliard lekë ose 49% të këtij burimi të gjithë pushtetit vendor. Rritja e të ardhurave nga ky zë me 24% në raport me një vit më parë është një sinjal mjaft pozitiv, pasi në 3 vitet e shkuara, të ardhurat ishin në të njëjtin nivel. Taksa mbi ndërtesën zë rreth 78% të totalit të ardhurave nga taksa mbi pasurinë, ndërkohë në vitin 2024 janë rritur të ardhurat nga transaksionet e pasurive të paluajtshme me rreth 4.51%. Pushteti vendor ka mbledhur të ardhurat të veta për gjatë vitit që lan pas, në rreth 44.4 miliard lekë, nga të cilat 40.3 miliard lekë ose 91% e zënë të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore, dhe pjesa tjetër prej 4.1 miliard lekësh ose 9% janë të ardhurat jo tatimore.